thirrja ime është të gjithë shqiptarët, të gjithë nënat, të gjithë motrat të vënë dorën në zjarr. Vale. Keni shumë Të ndihmojnë me sa do pak që kam për pranverën të shpëtojnë një jetë. Doktori ka thënë 2 muaj që nga marsi, që kështu fillimi qershorit është afati i fundit i pranverës, fundi majit. Prandaj kemi bërë të pamundurën. Motra e saj ka hapur një GoFundMe link që mund ta gjeni tek profili im, Geralda Koçiaj, po mund ta gjeni edhe tek profili pranverës. Jemi munduar sa më shumë që t'i shpërndajmë videot e ndryshme, dhe aty mund të dhurojnë të gjithë shqiptarët sa do pak. Sikur një kafe vogël, sikur 5 euro, sikur 1 euro, sikur 2 euro, nëse ne bëjmë të gjithë bashkë, ja bëjmë gjithë ato lekët pranverës. Shumë e drejtë, shpresoj shumë e vërtet që gjithçka të jetë e mundur dhe pa diskutim që unë e thash edhe pak më herët, Gerald, edhe si njeri që beson shumë fort tek mrekullit, besoj shumë fort edhe tek shqiptarët dhe kur ka momente të tilla dhe thirrje të tilla bëjnë gjithmonë bashkë për të ndihmuar edhe për të shpëtuar një jetë. Dhe pa diskutim që jeta e pranverës mendoj që do të ndryshoj katërsipërisht dhe shpresoj shumë që ky moment të jetë thjesht një ëndër e keqe për të edhe për jetën e saj në momentin që ajo do të rifilloj edhe një nga e para. Ajo që unë vura re tashmë dhe nga ajo që ju thatë është fakti që kanë ngelur jo më muaj, kanë ngelur ditë nga afati përfundimtar. Pra nuk flasim më për 2 muaj jetë. Edhe problemi është se pranvera mendojnë që nuk kam në shpresë.